Në këtë periudhë pranvere, turistët nga Italia zënë një numër të konsiderueshëm mes turistëve të huaj që vizitojnë qytetin e Gjirokastrës dhe rrethinat. Krahas vlerave natyrore dhe trashëgimisë kulturore, turistët italianë në Gjirokastër i tërheq edhe mikpritja e banorëve, çmimet e ulta, tradita, gastronomia e larmishme e të tjerë. Vitin e kaluar u regjistruan rreth 150.000 turistë italianë, të cilët vizituan jugun e vendit, ndërkohë që pritet që gjatë 2025-s numri i tyre të jetë më i lartë. Kam 12 vite që sjell grupe turistike nga Italia në Shqipëri, por këtë vit kemi shumë kërkesa nga e gjithë Italia. Fillimisht kishte kërkesa vetëm nga jugu i Italisë, duke qenë se e njihni Shqipërinë, por tashmë kemi edhe zona të tjera që dëshirojnë ta vizitojnë vendin tuaj, dhe mbi të gjitha të njihen me historinë dhe kulturën shqiptare. Jemi në nisje të këtij sezoni dhe sigurisht pranvera ka sjell këtë gjallëri edhe për turizmin, ndërsa po shoqërojnë turistët e shumtë nga Italia. Gjirokastra është një qytet i jashtëzakonshëm për sa i përket kulturës, historisë dhe mbi të gjitha peizazhit tërheqës. Tashmë këtu po zhvillohet një turizëm cilësor, ndërsa kërkesat për ta vizituar nga italianët janë në rritje. Resurset historike, arkitektonike dhe kulturore që ka Gjirokastra, si pasurinë e UNESCO, janë vlera të veçanta të cilat po tërheqin gjithmonë më shumë turistët italianë në qytetin e Gurt.